Allahu Gjelle Gjelalu është shumë i mëshirshëm për mua dhe për ty, se sa ne që mund t'jemi për veten tonë. E si ka mundësi, o vëllezër të dashur, kaq shumë të mërzitur të jenë njerëzit në kohën që jemi duke jetuar, edhe përkundër asaj që mirësitë mëdhaja në jetën e tyre janë duke gëzuar. Si ka mundësi, kaq shumë frikë, kaq shumë panik të ketë në mesin tonë. Si është e mundur, kaq shumë barna përqetësim të përdorin të rinjtë dhe të reja tona, edhe pse ende seriozisht jetën e tyre nuk kanë filluar për të jetuar. Prandaj, po të lutem për hir të Zotit më dëgjoj pak me vëmendje. Në qoftë se njerëzit të kanë braktisur, të afërmit dhe të dashurit e tu të kanë lënduar, të kanë zhgënjur dhe shumë të kanë mërzitur. Në qoftë se tek ata që ke shpresuar, ta kanë kthyer shpinën dhe të kanë lënë të vetmuar. Në qoftë se përveç se tek Allahu ke shpresuar edhe tek dikush tjetër, por si shpërblim nuk mora asgjë, veç zhgënjimit dhe vetmisë. Dije se gjendja në të cilën je është shenjë se Allahu Gjelle Shanuhu dëshiron që plotësisht t'i kthehesh atij. Nga se wallahin nuk ekziston në këtë dunja njeri më i lumtur se sa njeriu i cili fytyrën e tij ka Allahu Gjelle Shanuhu e ka drejtuar. Nuk mundet të ekzistojë në dunja njeri më i lumtur se sa njeriu i cili zemrën e tij plotësisht Allahu Gjelle Shanuhu ja ka nënshtruar. A nuk tha Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'an: "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." E kush e ka fen më të mirë se sa njeriu i cili plotësisht i është dorëzuar Allahut Gjelle Shanuhu. Prandaj, po të drejtohem ti, vëlla i nderuar, që dhimbjet të kanë rënduar dhe nuk gjen fjalë me gjuhën tënde për t'i shpjeguar. Ti që brengat jetën për çdo ditë janë duke ta shkatruar. Ti që friga për të ardhmen të ka kapluar dhe asnjë çast i qetë dhe rahat në jetën tënde nuk je duke jetuar. Edhe ti që humbja e dikujt që e ke pas për zemër, jetën tënde ta ka shkatruar dhe lumturisë kuptimin ja ka humbur. Ti që ankthi për çdo ditë gradualisht është duke të shkatruar. Edhe ti që paqartësia për të ardhmen ka mbjell frikë në jetën tënde dhe nuk të lën rahat edhe gjumin për ta bërë. Ti që dëshiron të arrish diçka në jetën tënde, por se mundësit nuk i ke dhe je shumë larg nga ajo, të lutem për hir të Zotit, mos haro atë që Allahu Gjelle Shanu në surën Ale Imran në ajetin 173 në e përmendi: nga do që të shkosh, nga do që të lëvizësh, kujtoja vetes këtë gjë: Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sa fjalë bukur është kjo. Sa me qetësi dhe me rehati do t'i kalonim shqetësimet, problemet, sfidat, luftrat me cilët përballemi në jetën tonë, në qoftë se do ta përmendnim ose do ta thonim më shpesh këtë fjalë: më mjafton Allahu Gjelle Shanu. E ku mund të gjej njeriu mbështetës më të mirë se sa krijuesi i gjithësisë? Ku mund të gjej njeriu ndihmës më të mirë se sa ai i cili është krijues i gjithçkaje që shohim dhe asaj që nuk shohim? Andaj, mbështetju Zotit, besoj Zotit, se wallahin kur i dëshpëruar nuk ke për të qenë.